Shkrove këtë libër. Si historian o shkrimtar, si shkrimtar o historian, nuk ka rëndësi. Shkrove këtë libër. Cila ishe super mbi detyra, në këtë rast e Shmidit. Çfarë do të thoshte? Unë takova Shmidin, po pa lexuar librin dhe i thash teza për çmidizim i takon më tepër Karlit të Madh, ndoshta dhe Napoleonit ose edhe Zhandarkut, se sa Skënderbeut. Se nuk ka një mitizim shumë të madh Skënderbeut. Sa është bërë mitizimi i këtyre tjerëve. Më kupton? Ai heshti. Mbi detyra. Me detyra ti, ore, ai është një djalë që s'ka mosh 40 vjeç dhe ka bërë 2 libra të mëdha për Shqipërinë. Ai thotë të libër bëra për Shqipërinë. Ju ç'bëni? Ne çfarë bëjmë për Shqipërinë? Ne çfarë libësh bëjmë ne për Skënderbeun? Nuk mund t'i kërkojmë llogarinjë tuaj pse ka bërë një libër për Skënderbeun. Sa ai fundit, as e kemi paguar ne. As nuk e kemi krijuar kushtet ne për të botuar të libër. Ai ka shkuar me paratë vete, ka shkuar në qendrat arkivore tuaj, ka paguar para aty, apo ka derdhur njerëz që ka bërë të librin. Ne kemi të drejtë të ballafaqojmë me të vërtetën dhe të themi që tu e ke gabim, ose këtu ke bërë mirë që na ke sjell sa dokumenta të reja. Të mund të bëj ai atë që duhet bëjmë ne për veten tonë. Te jam i bindur për këtë çështje. Ai që ka mundur të bëj. Atëherë shtrohet problemi, edhe unë plotësisht jam i një mendimi që jo çfarë ke bërë ti themi këtij personaliteti, po çfarë bëjmë ne dhe duhet bëjmë ne për këtë figurë kombëtare që të paktën që kur u bë konferenca e madhe e studimeve me rastin e 500 vjetorit nuk kam parë në një lloj veprimtarie, të paktën nuk kemi parë planin kombëtar. Vinë ikin ato. Ti në një historian shqiptar ose një ekip historianës të paguar nga shteti shqiptar dhe thonë për një vit do bëni studime për shekullin e 15 të Skënderbeut në Vatikan. Për një vit do të shkoni në arkivat osmane të shekullit 15. Do të shkoni në Napoli, do të shkoni këtu. Di në një rast tillë? Jo, raste kështu nuk ka dhe shahabisme. Që janë 10 historian të paguar nga shteti për një vit, asgjë fare s'janë për një shtet. Që ku e ka fajin këtë njëri? Ky mund të ketë fajin në interpretimin e shumë gjërave. Ti ç'a bën vetë ti? Çfarë bën ti? Unë mendoj që në momentin e sotëm, ku shkenca shqiptare është një shkencë e nivelit jo shumë të lartë, akoma, për shumë arsye, kur puna akademike ka marrë goditje, nuk ka një motivshmëri për të marrë me shkencë. Mendoj që neve duhet jemi më të emancipuar, më tolerant dhe po them me bindjen më të plotë. Gjeç Kastriot Skënderbeu është jo figurë e madhe e Shqipërisë, po është, siç ka thënë Milan Shuflaj, figura më e madhe e luftës kundër turqëve në gjithë Europën juglindore në shekullin 15. E thot në mënyrë maksimaliste ai, nuk e thot në mënyrë të dyzuar. Kjo figurë është një figurë e rilindjes europiane në truallin ballkanik, është figurë që ka dilemat, mund të ketë dhe problemet e veta, por në thelbin e vet është e pashlyeshme në shekull. Është e pashlyeshme në shekull. Sikur të dalim në një plan më të gjerë, flasim për rishikimin e historisë, apo retushimin, apo rishkrimin. Ju vetë në cilët do të ndaleshit më tepër, domethënë duke dalë nga ky kuadër i herojit kombëtare, duke parë një histori 500 vjeçare. Ne madje tash në 100 vjetorin e Kongresit Manastrit, të them të drejtën, na u zbuluan shumë figura që kishin ngelur në errësim për kuptohet për shkaqe ideologjike. Jo, çështja e rishkrimit të historisë që mund të lindi çdo shekull është çështje e saktësimit të disa ngjarjeve të cilat janë ngjarje të pashlyeshme historike. Nuk është thjesht çështja e biografisë ose e intimiteteve të Gjeç Kastriot Skënderbeut. Është çështja e Skënderbejadës së shekullit 15. Kjo në thelb është një moment që ka mbet e pashlyeshme. A e sakson ti, a shton diçka, a heq diçka, a bën diçka, ose a tregon një kuriozitet për Skënderbeun, kjo është çështja e dorës dytë. Çështja si ngjarje historike është e pashlyeshme. Se si e rikoncepton, ti mund ta rikonceptosh duke minimizuar, ose duke zmalluar, ose duke mitizuar, ose çfarë ta them, duke aktualizuar më tepër se ç'duhet. Se ndodhin gjë të tjera që aktualizohet më shumë se ç'duhet, ose arkaizuar më tepër se ç'duhet. Kto janë konceptet e historisë, shikime, optikat të historisë, të historianëve që kanë ndodhur gjithë kohërat. Se nuk ka vetëm një histori, ka shumë histori.
ka histori ekonomike, ka histori politike, ka histori psikologjike, ka histori kulturologjike. Të gjitha së bashku i afrohen së vërtetës, sepse historia nuk mund t'japi një të vërtetë absolute deri në fund, mund t'japi një të vërtetë relative që i afrohet vërtetës absolute. Do të thotë sa më të pasur, sa më të saktë, më të shumë. Nuk besoj që ndryshimi i metodikave ose ndryshimi i mënyrës së shkruarit ose nga një shekull në shekull do t'japi më pak rëndësi ose do të paksoj ose do të zmalloj rëndësinë e ngjarjes së Skënderbeut. Historia e ngjarjes së Skënderbeut është në raportin krahasimtar që kjo ngjarje ka me historinë europiane të Ballkanit dhe të Osmanëve në shekull 15. Dhe është e palëkundshme. Domethënë ka qenë një dukuri historike e pazakontë, shumë e çuditshme, por e shpjegueshme, mallështore, edhe tragjike njëkohësisht, dhe nuk përsëritet më në histori. Pikërisht nga kjo